Rasulina sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun azza wa jall, salatat e selamat e dërguar pejgamberit ton Muhammedit alaihi salatu wasalam. Vëllezër nderuam, jemi tek hadithi 37. Transmetohet nga Ibn Abbasi radiallahu anhuma, kemi thënë se pse themi radiallahu anhuma, themi për sahabët kur i përmendim radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të. Në këtë rast radiallahu anhuma e shtëm edhe pak edhe dy shkronja, M edhe A. Allahu qoftë i kënaqur prej atyre të dyve. Pse? Se e kemi përmend Abdullahin ibn Abbasit. Domethënë Abdullahi djali ibn Abbasit. Abdullahi i biri i Abbasit. Edhe Abdullahi është sahabi, edhe baba i tij është sahabi. Për atë arsye tash domethënë i përmendim, kur ti përmendim të dytë, është përmend edhe biri, edhe baba pasi që ka qenë besimtar prej sahabive, themi radiallahu anhuma, Allahu qoftë i kënaqur prej të dyve. Thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku transmeton nga Allahu. Hadithet ku thot pejgamberi që thot Allahu apo transmeton nga Allahu azza wa jall, quhen hadithet kutsi. Hadithet kutsi do të thonë hadithet e shenjta. Fjalët e shenjta, sepse janë fjalë të Allahut azza wa jall, por nuk janë të shënuara në Kur'an. Por janë inspirim drejt për drejt prej Allahut azza wa jall, janë shpallje prej Allahut te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fjalët janë prej pejgamberit alayhis salam. Kuptimi është prej Allahut, fjalët janë prej pejgamberit alayhis salam. Kjo dallon prej Kuranit, hadithin kutsi. Kurani edhe fjalë, pra kuptimi dhe fjalët janë prej Allahut subhanahu wa taala. Asnjë fjali në Kur'an dhe asnjë fjalë, asnjë shkronjë nuk është e shtuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse në hadithin kutsi, fjalët janë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në këto hadithe, për dallim prej haditheve të rëndomta të tjera, domethënë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot ka thënë Allahu. Pra këtu sahabiu thot transmeton pejgamberi nga prej Allahut. Në këtë hadithet kutsi janë me rëndësi të veçantë, sepse janë më afër Kur'anit. Këtu thot Allahu azza wa jall që Allahu i ka shkruar të mirat dhe të këqijat. Dhe i ka sqaruar këto gjëra. Kushdo që vendos me vepru një të mirë dhe nuk e vepron atë, Allahu i shkruan një shpërblim. E nëse e vepron atë, atëherë Allahu azza wa jall do ta shpërblej me 10 shpërblime, deri në shpërblime të shumta, deri në 700 shpërblime, dhe kujt don ja shton Allahu azza wa jall këto shpërblime edhe më shumë. E nëse vendos me vepru një të keqe dhe nuk arrin ta veproj atë të keqe, Allahu azza wa jall pra nuk arrin dhe e len atë të keqe, nuk e vepron atë të keqe, Allahu ja shkruan një shpërblim. E nëse e vepron atë të keqe, atëherë Allahu azza wa jall i shkruan një mëkat. Jo 10 mëkate, por një mëkat. Vëllezër nderuam, ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmetohet prej Allahut ka të bëjë me ato gjëra, me ato mendime të mbrëmshme. Shpesh na vijnë pyetjet për njerëzve, po vijnë disa mendime negative, a janë mëkat apo nuk janë mëkat. Do t'i sqarojmë në këtë hadith. Pra, këto gjëra i ka caktuar Allahu subhanahu wa taala mbi shtatëqiej dhe në librin e tij në Lauhi Mahfudh, është rregulli Allahut azza wa jall ku i ka përcaktuar gjërat e mira dhe gjërat e këqija. Çka janë të mirat, cilat janë ato të mira, cilat janë ato ibadete, pra të mirat quhen edhe ibadete, janë adhurime tek Allahu subhanahu wa taala. Kurse të këqijat janë mëkate ku kanë dëshkim për vepruesin e të këqijave. Këtë hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na shpjegon që gjërat janë të caktuara, të mirat edhe të këqijat. I ka caktuar Allahu subhanahu wa taala.
Çka është e mirë? Njeriu shpërblehet për atë të mirë. Besimtari i cili vepron atë të mirë, shpërblehet. Çka është e mirë është e lavdëruar prej Allahut subhanahu wa taala dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për çdo gjë që është e mirë, pra ka shpërblim prej Allahut. Kurse e keqja është e kundërta. Është e urryer prej Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka dënim dhe mëkat për vepruesin e të këqijave. Përderisa këto gjëra janë të caktuara, të mirat dhe këqijat, çdo besimtar, çdo njeri do t'i din këto gjëra dhe i kupton përmes fjalëve të Allahut, përmes Kur'anit dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të mirat i don Allahu azza wa jall, të këqijat i urren Allahu subhanahu wa taala. Të mirat janë gjëra të natyrshme që njeriu lehtë mundet me i veprua ato gjëra dhe lehtë mundet me fitu shpërblimin për Allahu subhanahu wa taala. Të këqijat janë gjëra të urryera, të këqija dhe kanë pasoja, qoftë në dynja, qoftë në botën tjetër. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në vazhdim po thotë, andaj kushdo që vendos me vepru një vepër të mirë, e ka kuptu fjalën e Allahut, fjalën e pejgamberit sa më pedin se çka është të mirë. Dhe nuk arrin me vepru atë të mirë. Nuk arrin me vepru, ky dëshiron, ka dëshirë të flakt, dhe nuk ka ndru mendjen nga përtacia, por nuk ka arrit, nuk ju është mundsu me vepru një të mirë. Me qenë se ka vendos, ka pas dëshirë me vepru një gjë të mirë, por nuk ka arrit. Ai e merr një shpërblim prej Allahut subhanahu wa taala. Na tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me një hadith edhe për këtë çështje, që e shpjegon po ashtu këtë hadith. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e sjell një shembull. Thot njerëzit janë të ndarë në 4 grupe. Një grup për njerëzve thot kanë dituri edhe kanë pasuri. Edhe ky njeri vepron me diturinë e vet dhe pasurinë e harxhon aty ku Allahu azza wa jall është i kënaqur. E harxhon në halal, në gjëra të mira, në bamirësi, e kështu me radhë. Jep zeqat e sadaka, kujdeset për jetimat, për të varfërit e tjerë. Edhe ky ka shpërblimin e plot. Grupi i dytë i njerëzve thot kanë dituri, din se çka duhet me vepru, por nuk ka pasuri. Dhe thot ky, po të kisha pasur edhe unë pasuri kisha vepru sikur filani i cili po i ndihmon të tjerëve. Thot edhe ky e merr shpërblimin e plot për shkak pamundësisë me vepru vepra të mira. Grupi i tretë është personi i cili nuk ka dituri, ka pasuri dhe pasurinë e harxhon në vende ku e hidhron Allahun subhanahu wa taala. Edhe kjo e ka një mëkat tek Allahu. Dhe grupi i katërt janë persona apo njerëz të cilët nuk kanë as dituri as pasuri. Edhe ky thot, për shkak ignorancës që e ka, për shkak ignorancës e lakmon atë njeriu i cili nuk ka dituri dhe ka pas pasuri, e lakmon njeriu i cili është mëkatar. Edhe ky thot, po të kisha pasur pasuri, kisha vepruar dhe unë sikur ai. Domethënë kisha shpenzu pasurinë në vende të gabuara, thot edhe ky është e njëjtë me atë mëkatarin. Domethënë, hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që e tham, hadithin kutsi, kushdo që ka vendos me vepru një vepër të mirë dhe nuk ju është mundsuar ajo vepër e mirë, ai e ka shpërblimin tek Allahu subhanahu wa taala, një shpërblim të plot. E nëse ja mundson Allahu azza wa jall me vepruat të mirë, atëherë shpërblehet starti i shpërblimeve tek Allahu për punët e mira, për niyetin një shpërblim të plot. Por nëse arrin me vepru me gjymtyr, atëherë starti është për 10 sevapeve, për 10 shpërblimeve fillon. Deri në 700 shpërblime, po kur i don ja shton Allahu azza wa jalla edhe më shumë.
Innema yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ka thënë Allahu Azza wa Jall, durimtarët i shpërblen Allahu Azza wa Jall pa llogari, domethënë mbi 700. Ka ardhur në hadith që për agjëruesin çdo vepër e mirë shpërblehet njëri për çdo vepër të mirë për 10 deri në 700 shpërblime. Përpos agjerimi është, domethënë tek bujaria Allahu subhanahu wa taala është mbi 700 shpërblime. Këto janë pra mirësi që njeriu çka do që vepër, sado vepër e vogël të jetë që vepron një besimtar, do shpërblehet tek Allahu subhanahu wa taala, që ka ardhur në ajetin Allahut azza wa jall, kush do që vepron edhe sa një grimc nga e mira, do ta shet, do ta gjen atë tek Allahu në ditën e gjykimit. Dhe njëjta vlen për atë njeri i cili vepron një të keqe, qoftë sa një grimc, do ta gjen tek Allahu azza wa jall pra me mëkat. Tash kemi këtu vëllezër nderuam disa çështje. Kemi të bëjmë me mendime, të dikush ka lënë një mendim se për çdo vepër të mirë apo e kundërta vepër të keqe, fillon si një shkëndi mendimesh në kokën e njeriut. Çfarë është i krijuar njeriu? Ka dhënë Allahu Azza wa Jall logjik. Para se më ndërmarr një veprim, njëherë fillon me një shkëndi, një mendim, i thjesht një shkëndi. E pastaj, ajo shkëndi e mendimit, fillon njeriu me mendu dhe me planifiku. Çdo mendim që është si shkëndi, këtu nuk kemi të bëjmë me vendime. Tu kemi të bëjmë me mendime. Pra, fillon si shkëndi, pastaj fillon mendimi, me planifikim, e pastaj fillon vendosmëria. Ne po flasim këtu ai cili ka vendos tek vendosmëria. Nëse veç si mendim, si shkëndi ka kalu për ndonjë vepër të mirë diçka, aty nuk po flasim për atë çështje, nuk është çështje domethënë këtu me marrë shpërblim. Pas edhe mëkat. Ka ndodhur që njëri prej sahabëve ka te pejgamberi selam, o i dërguar me Allahut, të njëherë po na ndodhin të gjëra, do mendime po na vinë, që me bu me i fol, ata janë kufër, janë dalje prej fesë, mendime negative për Allahun e për pejgamberi selam ka thënë, apo i ndini këto? Apo vinë këto mendime? Po na vinë. Ka thonë, kjo tregon që e keni imanin e plot. Hadithin tjetër, elhamdulillah që kurthat e shejtanit Allahu i ka kthyer tek ju vetëm në vesvese të asgjë tjetër. Domethënë, nuk është vendosmëri që është vendos diçka, por si shkëndi, kalon mendime të ndryshme, edhe për këtë elhamdulillah Allahu Azza wa Jall nuk na zën për të madhe. Çka do që sillen në kokën e njeriut prej mendimeve që kanë të bëjnë qofshin ato mëkate, qofshin edhe kufër pa besim, besimtari nuk ndëshkohet për këtë çështje dhe nuk është mëkat. Andaj, këto janë mi largu gjitha ato vezveset që mund t'i ketë dikush dhe frikë dhe panik nga këto mendime negative, e që Allahu Azza wa Jall nuk e llogarit njeriun për këtë çështje, sepse nuk i ka në dorë. Është mendja e njeriut. Nuk i ka në dorë. Nuk e posedon dirigjimin e këtyre mendimeve apo shkëndijave të këtyre mendimeve. Ku fillon shpërblimi apo mëkati, fillon tek vendimet, kur vendos dikush diçka me vepru. Ka vendos me i fal 2 rekate namaz, por nuk ju është mënsu. Ka vendos me i dhën dikujt, me i ndihmu dikujt diçka, por nuk ka pas mundësi. Ka vendos dikujt ta zom i dhon një të varfëri, një jetimi, 100 euro, i ka fatyra rrymës
pa tjetër në pagu rrymën, edhe ka mbet pa ato 100 euro, a shpërblet e ka Allahu shpërblet, për shkak mendimit të mirë që e ka pas dhe jo vetëm mendim, por vendosmëria, i ka vendos me vepru vepra të mira. Andaj, vëllezër nderuar, nëse dikush ka vendos me vepru vepër të mirë, dhe i ka marrë shkaqet, si jo veç mendim, por ka pas edhe vendosmëri. Se nuk është çështja vetëm e mendimit, më ka kalu në mendjen time që të lexoj Kur'an, të mësoj shkronjat e Kur'anit, të marr abdes, ta bëj një punë të mirë, ta bëj atë, ta bëj këtë, edhe as nuk ka vendos, nuk ka ndërmarrë domethënë hapa, nuk ka marrë shkaqe për këtë shkaqe që duhet për me realizu këtë vendosmëri, edhe atëherë pradhin kjo jetë vetëm se një mendim si një shkëndi, ku nuk shpërblehet njeriu pa i marrë shkaqet. Vëllezër nderuar, kemi të bëjmë këtu me vendosmëri ku njeriu i merr shkaqet. Domethënë, ka vendos me bën një punë të mirë. Tham që nëse njeriu, për shembull, ka vendos me i falë 2 recate namaz duha. Ka marrë abdes edhe ka desht me i falë namaz duha. Por, e ka thirrë një shok, hajde dalim ta pim një kafe. Ka dalë me atë shokun për me pi një kafe dhe nuk ka falë namaz duha. Tashti ky e ka bërë një lëshim këtu. Çfarë lëshimi? Ka bërë një lëshim që nuk ja marrë shkaqet deri në fund. Po, ti kishte marrë shkaqet, andaj kanë thonë dietarët këtu, e merr vetëm për niyetin e mirë shpërblimin. Por jo edhe për veprimin, se s'ka arrit me po veprimin. Por edhe, kanë thënë ndoshta edhe komplet shpërblimin, një sevap nuk e merr. Sepse ka bërë një lëshim. Ka bërë një lëshim që ka pas mundësi ndoshta me i falë, por ju përgjigj shoku ti, dëshirës së shokut. A mundësinë e ka pas që ndoshta me anulu, ndoshta mi thon pak me prit, ndoshta, pra ka bërë një lëshim. Po për niyetin e mirë shpërblet tek Allahu subhanahu wa taala. E nëse e realizon atë vepër të mirë, tham që shpërblet tek Allahu subhanahu wa taala deri në 700 shpërblime dhe kujt doni jashton Allahu azza wa jall. Pse deri në 10 edhe 700? Domethënë prej 10-ve fillon tani 200, 300 deri në 700 dhe kujt doni jashton Allahu azza wa jall. Sepse këtu kanë të bëjnë shumë shkaqe, ndikojnë. Ndikon sinqeriteti, ndikon besnikëria, ndikon raporti me Allahun subhanahu wa taala. Ndikojnë edhe gjëra tjera vëllezër nderuar. Për shembull, nëse njeriu ngritet namaz natë dhe vetmohet me Allahun subhanahu wa taala, kur askush nuk e shef, shpërblimi është më i madh tek Allahu azza wa jall. Sesa kur jemi grup dhe falemi me ndonjë vend, ku ndoshta na shkon pak kamutadin mendja tek hieshia e namazet, me hieshu pak namazet, me zgjat apo, edhe jënë këto domethënë që e zbehin pak sa shpërblimin, e jo sikurse domethënë kur jemi vet me Allahun subhanahu wa taala. Këto sa i përket domethënë gjërave të mbrëmshme. Por kemi edhe indikacione tjera, si për shembull, shpërblimi shtohet për shkak periudhës kohore, është një periudhë kohore, si për shembull Ramazani, apo është 10 mjetë i fundit. Këto janë domethënë më shpërblyese tek Allahu azza wa jall. Apo është dita e Arafatit. Domethënë kjo ka të bëjë diçka me vlefshmërinë e kohës që ka ndalë, ka caktuar Allahu apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shembull nata e Kadrit,
është ka një shpërblim të veçantë tek Allahu Azza wa Jall, pa ata njerëz të cilët falin namaz dhe lexojnë Kur'an dhe lusin Allahun këtë natë. Shpërblimi kur rritet dhe shumë fishohet, është edhe për shkak vendit, ku është një vend i shenjtë. Për shembull, pejgamberi s.a.s. ka thonë që namazi në xhamin time në Medinë është më mirë se sa xhami tjera përpos Qabes për 1000 shpërblime. Në Qabe, falja e namazit në Qabe është 100.000 shpërblime. Në Mesjid al-Aqsa në Palestinë, në Quds, janë 500 shpërblime. Andaj, disa shpërblime i shumë fishojnë edhe ose koha e shenjtë, ose vendi i shenjtë, ose kemi vepra që shumë fishojnë, janë disa vepra më shpërblyese tek Allahu Azza wa Jall, sikur se që ka ardhur në hadith, njeriu më së miri dhe më së shumti afrohet tek unë me farze, me obligime që e kam obliguar unë robin tim. E më pas shpërblehet me sunete, me namaze, nafile, kështu me radhë. Po ashtu, është edhe e katërta ka të bëjë me vetë personin. Këtu hynë edhe ato gjërat e para, të bëtë që i përmendëm sinceriteti, besnikëria e tjerë, edhe ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shembull ka thënë për sahabët e tij, mos i shani shokët e mi, sepse ju nuk mund të arrini aq sa kanë vepruar ata, qoftë edhe nëse kanë dhënë, domethënë sa gjysma e grushtit sadaka, ju nëse jipni edhe sa, domethënë dukat, ari dhe argjend, nuk mund të arrini aq sa kanë dhënë ata, qoftë edhe sa gjysma e grushtit të tyre. Domethënë, sepse kanë dalluar me sinqeritet dhe me afërsi dhe me raportet që i kanë pas me Allahun subhanahu wa taala. Allah na bëft edhe neve prej njerëzve të sinqertë. E në vazhdim vëllezër, pra ai njeri i cili vepron një të keqe, e vepron dëshiron, ka vendos me vepru një të keqe, dhe nuk e vepron, ai e ka një shpërblim. Jo një mëkat, për një shpërblim. Tash, ka ardhur në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që shpjegojnë domethënë këtë hadith. Ka ardhur një hadith tjetër i ngjashëm, ai i cili ka vendos me vepru një mëkat, por ka ardhur në hadithin tjetër. Thot, por e ka lënë mëkatin për hirin tim, për hirë të Allahut Azza wa Jalla ka lënë mëkatin. Ai shpërblehet me një shpërblim. Jo ai cili nuk ju është të mundsu, jo ai cili nuk ka pas pasuri me bëhat mëkat, sepse e spjegum hadithin tjetër që e spjegum këtë hadith, spjeg grupit të katërt, ai cili thot, po të kisha pasur pasuri, kisha vepruar sikur se ai në atë mëkat. Thot pejgamberi sallam, në mëkat janë të njëjtë. Pra e merr një mëkat. Në rast se e lën mëkatin për hir të Allahut, ka pas mundësi me vepru atë mëkat. Por për hir të Allahut Azza wa Jall e ka lënë mëkatin, ai ka një shpërblim të plot tek Allahu subhanahu wa taala. Vëllezër nderuam, edhe është një grup prej besimtarëve, të cilët do të jenë në hijen e arshit të Allahut Azza wa Jall në ditën e gjykimit. Ai grup janë që një i ri i cili ka pasur mundësi me bë zina, por nuk ka bë imoralitet, vetëm për hir të Allahut, thot, ka frikë Allahut nuk e bëj kët, ai do të jetë në hijen e arshit të Allahut subhanahu wa taala. Ka pas mundësi, por për hir të Allahut nuk e ka vepru, domethënë ai shihni se çfarë shpërblimi ka tek Allahu subhanahu wa taala, vetëm e ka lënë një mëkat, edhe me qense ka pas mundësi me vepru. Andaj, themi ai i cili
e ka lënë mëkatin për hir të Allahut, ai merr shpërblimin. Grupi i dytë janë sikur ky që e përmendëm, që nga pamundësia nuk ka mundësi, ose nuk ka mundësi financiare për me arritë deri tek ai mëkat, ose nuk ka mundësi fizike, ose nuk po arrin modhu deri te atij, apo nuk po arrin me kriju kontakte për një mëkat, për me arrit, pra me realizu atë mëkat, andaj ky e merr mëkatin tek Allahu subhanahu wa taala. E ka mëkatin, por jo mëkatin e plot sikurse me vepru. Ka mëkat, por jo mëkatin e plot sikurse me vepru. Edhe po ashtu, personi i tretë është ai i cili ka vendos me vepru një mëkat, por nuk u ka mundësu ati sepse nuk ka arrit. Si për shembull ka vendos me vjedh një lokal, por nuk ka arrit me thy murin në atë lokal, nuk ka arrit se është aktivizu alarmi, apo e ka pa dikush, edhe është kthy, nuk ka arrit me realizu atë mëkat, atëherë edhe ky e merr mëkatin sepse ka punu për atë çështje, por nuk është realizu për shkaqe të jashtme. Pra edhe ky e ka mëkatin e plot. Edhe po ashtu e kemi, domethënë, një rast tjetër ku një person i cili dëshiron me bë një mëkat, një të keq, por jo për hir të Allahut, po për gjëra tjera, për shkaqe tjera, jo për shkak pamundësisë, ka mundësi me realizuar atë mëkat, por ka ndiku diçka, thot, jo pse turp është, jo se ashtu, jo se kështu, jo se nuk më takon, ose pse me hyn mëkat me filanin, më marr atë pasuria, pa atë çështje, atë kët, edhe lën kët. Po jo për hir të Allahut azza xal, ky nuk merr as shpërblim, por nuk merr edhe as mëkat. Sepse e ka ndru mendimin, jo se nuk ka pas mundësi. Për shkak ndryshimit të mendimit, më thonë, ky njeri nuk ka mëkat. Ç'ky ishte pra sa i përket hadithit, domethënë të 27, edhe kemi hadithin hadithin 37, e kemi dhe hadithin e 38, ku transmeton nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, thot, ka thënë Allahu, edhe ky është hadith kutsi, kushdo që ma armiqëson mua një të afërm, një wali do të thot i afërmi im, miku im, kush ma armiqëson mikun tim, thot Allahu, unë i shpalli ati luft, dhe njeriu nuk afrohet me diç më mirë tek unë se sa me obligime që e kam obligu. Dhe vazhdon të afrohet tek unë robi im me veprime me punë vullnetare, derisa unë ta dua atë njeri, ta dua atë rob. Në më thonë, në këtu, Allahu Azza wa Jall po na tregon se si arrin një njeri me u bë mik i afërt i Allahut subhanahu wa taala. Me farze e pastaj me nafile. Nafile, domethënë vullnetare, pos farzeve janë sunete, dhikri, leximi i Kuranit, vepra të mira, në përgjithësi, bamirësit, hyn tek nafile, tek punë vullnetare. E kur ta dua unë atë, këtu fillon pra jo miqësia dhe afërsia me Allahun Azza wa Jall. Unë do t'ja mbroj dëgjimin e tij me cilën dëgjon, do t'ja mbroj shikimin me cilën shikon, do t'ja mbroj dorën e tij me cilën prek dhe këmbën e tij me cilën ec, e nëse më lutet ky robi im, nëse kërkon diçka, i jap atij. Nëse kërkon mbrojtje, do ta mbroj atë. Në më thonë, nëse njeriu arrin këtë gratë, kjo është më
evlija që është në gjuhën e popullit. Shumë si i veli, më thë veli është mik i Allahut, mik. Evlija, që thënë kjo është evlija, është shumës. Evlijat janë dhe më thënë miqt, edhe të afërmit e Allahut Azza wa Jall. Ja për rruga për me qenë mik i afërmi Allahut Azza wa Jall, nuk ka rrugë tjetër. Me i kry obligimet e Allahut, me qenë pasuesi sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me këto dy gjëra njëri afrohet tek Allahu subhanahu wa taala nëse largohet prej mëkateve. E kur afrohet tek Allahu Azza wa Jall, kur bëhet evlija i dashur i afër i Allahut subhanahu wa taala, ja pra Allahu do ta mbron atë me dëgjim, me shikim, me të gjitha gjërat. Një prej sahabive ka qenë i shtyr në moshë dhe shumë i shtyr në moshë, shumë i vjetër. Dhe akoma ka pas shumë mirë me sytë e tij. Dhe e kanë pyetur ata sahabit, kanë thonë, në këtë moshë edhe alaje duke shiku mirë, po shë me sy, ka thënë, e ka mbrojt shikimin prej haramit në rini, ma mbrojt e Allahu Azza wa Jall në pleqëri. Andaj, thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, kush e falenderon Allahun Azza wa Jall, ja shton të mirat Allahu subhanahu wa ta'ala. Tash falenderimi ndaj të mirave të Allahut Azza wa Jall është që ato mirësi që ne ka dhënë Allahu Azza wa Jall mos mi shfrytzu në të keqe, mos mi shfrytzu në haram. Ta ka dhënë Allahu Azza wa Jall shikimin, dëgjueshmërinë, fuqinë, shfrytëzoj për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Që Allahu Azza wa Jall me na shtu mirësitë e tij, Allahu na uzot dhe na i fal mëkatet. E vëllezër nderuam, pra ky hadithi i Allahut që transmeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që thon pra na tregon rrugën shkurt që me arrit tek dashuria e Allahut Azza wa Jall. Pra cilat gjëra janë më të mira me i vepru, cilat janë më parsore, janë farzet e Allahut apo jo, obligimet. Por pas obligimeve cilat janë sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto në përgjithësi. Po flasim përgjithësi. Po a ka diçka domethënë që veçon dikun sunetin, gjërat vullnetare, gjërat nafile? A janë disa rregulla? Kemi disa rregulla ku me vepru me sunet është më mirë se sa me vepru me diçka tjetër. Si për shembull, me i dhënë selam njeriut, me i dhënë selam, me fillu me selam, me përshëndet dikën, e ke shpërblimin, më të në i pare që e ke dhënë pra. Qka është me i dhënë selam njeriut, është sunet. Po me ja këthy se në selamin është farz, obligim tani, atin. Po cila është më mirë, këtë rast? A i cili ja këthen selamin, apo i cili për herë të pare ka përshëndet? Thot pejgamberi selam, më i mirë është a i cili së pare e përshëndet. Po disi pastaj obligohet, mund të rëdit që... E këtu do më thonë atin është më mirë, në këtë rast do më thonë atin në suneti, pasi që tjellohet më sunet. Me afal borgjin e borgjliut është sunet. Nëse dikush ka mundësi me afal borgjin e borgjliut, që i ka borgj, është sunet. Por me ashty me afatin, me afatizu, thot s'kam me jep afat, është vajib, është obligim, që duhet me afatizu, kur ka mundësia dhe njeriu me afatizu. I kemi për shembull disa raste ku suneti është më i mirë se sa disa vepra që quhen ndoshta adin edhe farz. Si për shembull, në ruku me thënë subhane rabbil azim, ose në sejdë subhane rabbil ala, është prej sunetit apo jo? Po dikush me thënë, Kur'anin, leximi i Kur'anit është më i mirë se sa suneti, se namaz për lexojmë elhami është farz me lexu në namaz, edhe ta lexoj elhamin në ruku, apo në sejdë themi jo, nuk i ka vendin këtu. Do thënë, këtu e ka vendin, thasht më primare është këtu suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sepse gjërat janë të caktuara prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në përgjithësi, domethënë kur flasim në përgjithësi, farzet janë në vallni, pra obligimet e Allahut subhanahu wa taala, e pastaj vin sunetet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E vëllezër nderuam, shikoni se çka i afron Allahu azza wa jall robët i cili po i kryen obligimet.
Çka pa afrohet Allahu tek robi i tij dhe çfarë mbrojtje pi jep kur robi po afrohet tek Allahu dhe me sunetet derisa të bëhet i dashur i tij. I përgjigjet lutjeve të tij edhe e mbron Allahu subhanahu wa taala. Do më thonë, e mbron ka ardhur në hadith që robit tim i shtrohet prania në tokë. I shtrohet prania në tokë, do më thonë, çka do që të kërkon? Allahu azza wa jall e shpërblen atë rob. Çka do që të kërkon? I jep Allahu subhanahu wa taala. Edhe nëse ja ndalon diçka në dynja, nuk ja ndalon për ndëshkim, por don që me e shpërbly në xhennet me atë lutje që nuk e ka përmbush këtu në dynja, do më thënë ky me çdo kusht është i shpërblyer prej anës së Allahut subhanahu wa taala, sepse është mik i afërm i Allahut azza wa jall. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka disa rob të Allahut azza wa jall që nëse përbetohen në emër të Allahut apo luten kundër dikujt, i përgjigjet Allahu subhanahu wa taala. Ka ardhur me një hadith, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aty tregoj për banorët e xhennetit. Thotë banorët e xhennetit thotë çdo i dobët, i raskapitur, por thotë me iman ka qenë i fortë, që po ta luste Allahun subhanahu wa taala me lutje i përgjigjet Allahu azza wa jalla atij. Me një hadith tjetër ka ardhur, thotë ndoshta është njëri i plohnosur, i pakrehur dhe i larguar prej dyerve, i shtyer prej dyerve. Nuk janë mbush mendën njerëzve se kjo është dikush, por thot, po t'i ngrit duar tek Allahu subhanahu wa taala, Allahu azza wa jall i përgjigjet atij. Dhe kemi shumë raste dhe shumë tregime gjatë historisë islame ku njerëz të dobët për shkak lutjes që kanë bërë tek Allahu subhanahu wa taala, Allahu azza wa jall ju është të përgjigj atyre. Andaj mos t'i paragjykojmë njerëzit për shkak të dukjes. Mos t'i paragjykojmë njerëzit që më thënë hajtë se ky ndoshta adin nuk e llogarisin njerëzit shumë, edhe më thënë që ky nuk është dikush. Kemi njerëz të cilët e kanë taku në ëndër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shokët e tij janë tallë ndoshta me atë njeri, nuk kanë marrë se kush është atë njeri seriozisht, atë njeri. Por ai ka pas raporte të afërt me Allahun subhanahu wa taala. Ka qenë rob që ka deshur Allahu azza wa jall, dhe ka pa ëndër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kush më shemua në ëndër është sikur se më pa domethën në realitet. Ai ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ku i ka dhënë lajme të mira dhe ato lajme ju janë realizuar në jetën e tij. Domethënë ato përgëzime nga ëndra që ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E kështu pra vëllezër të dashur, kemi njerëz dhe rob në mesin ton që po ta lusin Allahun subhanahu wa taala, Allahu azza wa jall i përgjigjet lutjeve të tyre. E lusim Allahun azza wa jall që të na bëjë edhe neve prej atyre robëve të dashur të Allahut subhanahu wa taala. Që kanë thënë dietarët, nuk është çështja ti apo don Allahun, por Allahu apo don ty. Këtu është çështja më arrit, domethënë. Me dash ty Allahu subhanahu wa taala. Se Allahun çdo kush pretendon se e don, edhe pa besimtarët. Besimtarët edhe pa besimtarët. Të feve tjera, të të dua Zotin. Por apo na don Zoti, këtu është çështja. Pra ti kryejm obligimet, ti kryejm këto detyra që i kemi, qofshin edhe nafile, që të na dojë neve Allahu azza wa jall, e të na pranohen lutjet, e të na shpërojë Allahu azza wa jall në ahiret. Amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah rujt, Allah shpëlef.